volevo fare questo video perché ho passato un po', perché perché ho preso una decisione e chi mi conosce me, che ha vaccinato anche suoi figli, anche mio cognato, devi dire non ti ho conosciuto mai, non sono più suo fratello, va bene? Perché io ho dato una decisione, quando dico ho dato una decisione. Allora, veniamo qua. Nel settembre 1999 Ramiz Alia ha fatto un discorso nelle Nazioni Unite, nel Regno Unito, ho detto anche prima. Ma povero Romania, Ceaușescu hanno trascinato, hanno ammazzato nell'89, mi sa che hanno ammazzato suo braccio destro, ha ammazzato Ceaușescu. Potrebbe essere luglio, e fatto una riunione. Ramiz, qua mi sentite bene, për ju shqiptarët, ka bërë një mbledhje. Ramizi, Nexhmia, Fatosi edhe Saliu, në qershor të 90-s, e i ka thënë Nexhmia, Saliut, e ke larë atë dorën që ke takuar Enverin, se nuk e ka larë akoma Sali Berisha, dorën që ka takuar Enverin. Jo, qoqa Nexhmia, nuk e kam larë, ka thënë, kur të vete atje lartë, do të takoj e nuk do të laj. Se e kam takuar me babain, i ka thënë Fatosit, Fatose, Saliu do të vras, do të pres, do të fus në burg, ti duhet i bësh këto, që të hanë piçkat që i ka lidur fëmijët tanë. E filluan të transportojnë pasurin nga 85-a në Francë, nga 85-a në Zvicër. Floririn e di unë të gjitha gjërat. Floririn e Bakrit e kanë qua në Zvicër, të vullosur. Floririn e pasurin të gjitha që ishin atje në banka e ande i këtej, e kanë qua në Francë. E Arben Aliaj ka ndryshuar emrin Arben Boraj. Adesso esce anche questo Pilinci. Ma ku ishte Pilinci? Në rregull. Dakord. Po i ka ky Pilinci, 1 miliard, se do t'je nga burgun, Zani Çavushi, një ku am thënë, se jam vlonjat lind nuk bësh, se kur i erdhi vezan Byth Arben Malajt, Ballaban Malajt kërkoj ndihmën e Zani Çavushit, do më vrasin, e kishte makinën mbushur me parat e kadrijes. Do vrasin ata gaxhaj e rregull, do i nxjerru nga burgu. Po i kanë parat këta që po bëjnë to festinet e Pilinçit, va bene.